Zotri Vezir, më thuaj, se cili është programi më i mirë politik dhe a votohet me emocion apo me program politik? 90% ne votojnë me emocion. Pse me emocion? Po nuk e di tash me emocion votojmë. Problemi është që nuk besoj që asnjë që intereson programi politik, edhe me na interesu programi politik, janë programe bësh, pa matematik. Çdo parti jep një program, thot që to e bujna, çto e bujna, asnjë mbules nuk e japin që ka i marrin parët me bëj ato. Tjetri thot 50% rrogat. Kena me ndërtu këto. Ka premtime të mëdha, po e kuptoj. Premtime këtë. Çdo parti jep premtime këtë. Unë vetëm një sen kisha pas qef partit politike me zgjedh do temat që i kem tash të kalunës, tani në të mirën me të ardhmen. Kemi problemin e asacionit, kemi problemin e verifikimit pasurisë, kemi problemin e veteranëve të rrajshëm, dhe të zgjedhin që to tani në të hecin për para. Na vetëm po na mblidhen problemet, po ne jesim mrapa. Unë edhe një për thëmë, çdo kush e ka drejtën e vetë, drejtën e këtë botës me votu këtë ka qef, po nuk ka drejt, as nuk guxo kërkush me shfrytzu, sidomos televizionit tënë me ofendu tjetrin. Nëse ka si burra që dojnë me ofendu, që numri janë, bën e publik, ne të vinë direkt, sy me sy në të ofendon, e jo me thonë trufshin, drejt që birë, mos ta shfrytëzojnë emisionin tënë për të keqë. Jo për ofendime. Falenderoj shumë. Falenderoj zotri Vezir, kënaqësi që ju kemi gjithmonë. Falenderoj, përshëndes shumë nga studio. E falenderojmë edhe zotrin Vezir dhe të gjithë juve. Do të vazhdojmë me komentet e tjera. E kam telefonuesin tjetër të shoh se kush po na tret në këto momente në Viber në +33 44 90 20 20. E kam telefonatën me pagesë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri, kush po na telefonon? Dalip Shala, ju përshëndes. Mirë se vjen zotri Dalip. Përshëndetje edhe për ty. Sa të përket pyetjes zoti Karab, po e dëgjoj mendime ndryshme, po për mendimin tam derisa ton ky njeri i mali zi në Kosovë që punon kundër Kosovës, ka më shndru Kosovën gjithherë më poshtë, gjithherë më keq. Ata njerëz që dolën nga lufta, duke fillu për shembull prej Hashim Saqit e Meran, ose që ishte ndjeri zoti Rugova, sa e banën për 20 vite Kosovën, që e si në Zvicër me punën që e kanë bon, kjo e ka këthy 20 vite për mrapa. Dhe tash duhet me punu edhe 20 vite tjera për me prunte i dikun ku ka qenë. Ky vetëm ran, ky vetëm shpif, ky vetëm gënjen. Nuk i besoni programit politik të lëvizjes vetëvendosje, zotri Dalip? Po qëllën e ka ky program politik, e qeta të vojzën atje për mi shaqë ky. Qëllën e ka program politik se të t'i bojnë këto. Aja ka njës pes si ka orë në pushtet duke rajt kemi... O, zoti Karab, nuk ka të dur për ton edhe ata që e përkrohen, që shkojnë në gjetë Isa Bëletini dhe Gjingjiki, pse Gjingjiki ka maj mirë se Miloševiqi a i tjetëri. Edhe këta e përkrohen. Deri sa ton ky njerin pushtet, njerë Kosova dhe Kujt i besohet, zoti Dalip, kujt i besohet? Cilit program politik duhet i besohet nga populli sipas teje? Unë po të tham jam simpatizant i PDK-s. Po cila dë tjetër që të fiton, si PDK-ja, si LDK-ja, si AK-ja, jam i bindun që punojnë ma shumë 100 herë se sa kë. Vetëm kë edhe lista servet nuk duhet në fitu. Tjera cilat fitojnë mu nuk më prishet qefi. Mirë, kuptaj. Të falenderoj zotri Dalip. Me sinceritetin më të madh, ju përshëndesim. Përshëndesim dhe ne nga studio, në atër e mirë. Ishte ky Dalip Shala, përshëndesim atë. Regjia, kemi dikën në Viber tash. Telefonuesit Dalipi na komentojnë nga Gjermania, na telefonojnë me pagesë, do të pres mendimin tjetër në pritje në numrin ton të telefonit, i cili është i hapur për të gjithë juve në +33 44 90 20 20. E kam dikën me pagesë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, Ramon jo për Francës. Përshëndetje, zoti Rahman, po na tret nga Franca? Po, a jeni mirë si jeni? Mirë, them të drejtën, zërë mirë me juve. Çka po mendon? Korab, unë do që të këmë thonë para një mujit që kjo është politika, është matematikë.
jam I bindur Po. 99% që tash në zgjedhje me 8-ën kemi pa dorë për dorë bashkë Vjosa Osmanin me Albin Kurtin. Ajo presidente, kjo kryeministër se populli kuvendi do të me votu tash dhe shkaku I Vjosës, edhe besoj që do të shkon përpara Kosova. Mendoni që këta të dy do të bërën bashkësërisht pas zgjedhjeve, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani? Unë të këmë thonë që nëse të kujtohet, kur të këmë thonë dorë për dorë kanë me dorë të këmë thonën, edhe këto kanë bisedu herët, e kanë po që kuvendin një vjetë për blokuar për delë, edhe I ka thonë kë, Vjos, me bojmi këta, për nëmi ta kritikoj dhe dalmi, I merë do vota ti, do unë edhe bojmë qeverinë edhe hedhë për para. Kjo është 100%. E Por që kuptoj. këja është vend në pare ka, aty s'ka fjallë, por që kës nuk I mëhët kur gja. Amo, korap ndoko që e kanë të tru pak me kuvent të dorë të shumë salmën, nuk kanë regull, mësë një salmën nuk kanë regull. E kuptoj përsisht. Kjo është me marrëveshje, Vjosa Osmani Albin Kurti me shku bashkë për para. Ajo kryetare, ky kryeministër edhe vazhdojmë për para. E kuptoj, zotri Musa. Ska më blokime Zotri për Raman. shme pasma. Të kuptoj, zotri Raman. Të falenderoj shumë dhe njerë. Po ndryshe faleminderit, natën e mirë, ju uroj suksese në jetën tuaj private, kaleni mas miri. Ishte kënaqësi, po ashtu shëndetet mira për juve, zotri Raman. Faleminderit. Të përshëndesim shumë natën e mirë. E falenderojmë dhe zotrin Rahman nga Franca dhe të gjithë shqiptarët që janë atje në Francë e kudo që përnashojnë në DTV Media. Regjia, kemi dikën tjetër në pritje tash, apo ta inkuadroj telefonuesin ton të radhës me pagesë, do ta inkuadrojmë një telefonues apo telefonuese tjetër në pritje, do të shohim se kush po na tret në këto momente. Linja është e të ngarkuar dhe ka shumë thirrje, një numër rekordi telefonuesve tanë të cilët janë duke tentuar për të na kontaktuar, për të na marrë në telefon. Do ta pres telefonatën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri Shukriret Koseri, mirë se na erdha. Nga për që pa thamë, kara. Çka po mendon? Ta ka shkoj me natje, me fuqie, me force, me dajaki. Politika. Po? Politika nuk shkon me natë, me emocione, me rena, me arrogant. Nuk shkon. Politika shkon me menquri, me vepra, me punë, me detarizëm. Qëre, tash, kërën pyqe, zxedhjet. Po? Unë vesh një pjashot mollë Albinit. Çka ashtu? Albini një gabim e ka bo. Cilin? Pse për Albini? Pse Albini me na mundu? Pse me dalë në fushat? Albini, ko na thot kështu, ju premtoj, ju garantoj, këmë me bo këta. Neve fjallë s'na vynë. Po? S'na vynë fjallë me thonë, këmë me bo, ju premtoj, ju garantoj. Albini, që 6 vjetë me punë, në ka garantu. S'ka nevoja e mu me fjallë. Pse me dole se u bon 26 vjetë, 27 vjetë, keki kina qinë si të shosh. Albini është për popull, për atë s'ka nevoj me hargjue, e mu munue në fushat. Albini është krenaria kombe shqiptar. E ta shqyre, e përmeni njoni, e përshëndes, e përmeni Amerike. O korap, a janë konë të kryeministra, a janë konë 22 vjetë opozita në pushtet. Ashtë një fyshek, s'na ka dhonë, ashtë një shtet as Amerika. Albini se në pushtet, për çka? Albini se ka marrë pushtetin 2021-shën, ju ka thonë, në Ameri, mu popli ma dha votën, veç unë pa juve së në udhëheqi shtetin. Qa po të pineve? Atë këna në mu me NATO, atë këna përzon Serbi. Po veç tash du me shlirue edhe veriun. Qysh me mi dhonë këforin, ushtarët e këforin, polishte e Oleksit, se veç me polisë tonë nuk mujna me qarmatos bandat kriminale. O këra, me që numru që mirat e Albinit, jo 3 minuta, 30 orë kom